Ju marrë shembull rrugën Durrës-Kukës, projektin më të anatemuar dhe sulmuar nga mazhoranca e sotme atëherë në opozit, mos harroni që ky projekt, së bashku me ndërtimin e veprave infrastrukturore inxhinierike të komplikuara, me urat, me çarjen e tunelit, ka kushtuar rreth 11.8 milion euro për kilometër. Sot për zgjeruar një trase dhe për ndërtuar 1 kilometër rrugë në trase të hapur të gatshme, është 24 milion. 24 milion bashkë me të TVSH-n. Është çmenduri. Është dy fishi dhe ndërkohë rrugët bien. Çfarë prisni të ndodh nesër në këtë mbledhje që ka thirrur kryeministri në pallatin e kongreseve me grupin parlamentar socialist me të gjithë ministrat? Ashtu siç u paralajmërua që do të dilet me dy raporte nga mbledhja e komisionit e Këshillit të Mandateve, nesër do ta zyrtarizoj Partia Socialiste këtë qëndrim? Janë dy skenar. Në mos gaboj bëhet fjalë për të njëjtën pas nesër për këtë mbledhje, nëse referoni të njëjtës mbledhje, bëhet fjalë për të njëjtën sepse të njëjtën nuk ka parlament, pra është javë e gjelbër, dhe janë dy skenar që përfliten. Pra përflitet një skenar në cilin Edi Rama do të eci përpara duke u hequr sikur në grupin e tij parlamentar ka një autonomi të plot të deputetëve dhe një vendimarrje të pavarur, dhe deputetët nuk pranojnë ta bëjnë këtë sakrilegj, votojnë heqjen e mandatit të imunitetit të Belinda Ballukut, nuk e pranojnë Edi Ramën të japi këtë urdhër, dhe me këtë qasje ai do të shkojë në komunitetin ndërkombëtar që për hir të vërtetës po bën presion si asnjëherë më përpara për të çuar përpara drejtësisë pa asnjë pengesë këtë dosje dhe personat e përgjegjës për këtë dosje, por ka dhe një skenar të dytë që flitet që i gjithë ky do të jetë një show për të vënë gjumë Belinda Ballukun deri ditën e enjte për ta qetësuar deri para pak çastesh para se të shkohet në seancë plenare dhe më pas për të thënë që ai kishte pamundur sepse deputetët duan të votojnë pro heqjes imunitetit për hir edhe të asaj që tha McAllister në Tiranë, testit kritik për integrimin e Shqipërisë në Europë. Unë nuk marr përsipër të ndaj asnjë nga dy skenarët, sepse jam i qartë në kokën time dhe jam i qartë edhe si politikan. Edi Rama po e mbron Ballukun sepse është i detyruar ta mbrojë Ballukun. Është i detyruar jo se do Ballukun, është i detyruar për shkak të tij, për shkak se drejtësia me rënien e Ballukut nuk ka më asnjë pengesë për të shkuar ke Edi Rama. Edhe Ëngjëlla Gaçi tashmë është larguar nga kryeministria.